Bëhet trajnimi për kultivimin e arrës. Trajnimi nisi me Alush Sadikaj, pjesëtar i ekipit udhëheqës i Bankës Botërore, i cili merret me rehabilitimin e sistemit të ujitjes në zonën e Dugaxhinit dhe të Radoniqit, në Gjakov. Ai foli për rëndësinë e këtyre projekteve në përmirësimin e kushteve për bujqësinë dhe rritjen e prodhimit vendor. Arsyeja pse ne jemi mbledhur sot është nga një përvojë që kemi pas vitin e kaluar në Slovaki, në ku atje kemi pa, domethënë, produktivitetin e arrës në një nivel tjetër, duke u bazuar që ata kanë përdorur teknikat e duhura agroteknike për arritjen e produktivitetit. Pas bisedës që kemi pas me udhëheqjen e ekipit, kemi rënë dakord që domethënë është mirë me sjell këtë ekspert në Kosovë, që ato praktika mi prezantu në Kosovë. Kjo është dita 4 e vizitës tij në Kosovë, domethënë ka vizituar disa nga plantacionet e arrës në Kosovë, i ka shikuar, i ka analizuar, do të bëj rekomandimet e duhura, të disa ka bërë rekomandimet e duhura, përse të tjerëve do t'ia dërgoj rekomandimet me shkrim. Besoj që ky seminar do duhet të ishte më masiv, por njerëzit nuk e di pse s'kan ardhur. Kanë qenë të ftuar, kanë qenë të informuar, kanë marrë një material të përgatitur paraprakisht i dërguar të ta, po njerëzit kanë obligimet e tyre dhe nuk e kanë pasur arsyeshme me ardhur. Po ky seminar domethënë është shumë i rëndësishëm sidomos për prodhuesit e pemëve drufrutore, jo vetëm të arrës, por të gjitha pemëve drufrutore. Sepse i mbulon të gjitha fushat prej mbjelljes e deri te produktivitetit, të përfshi krahasitjen, ujitjen, plehrimin, mënyrat e plehrimit, mënyrat e mbrojtjes, të gjitha këto i parashë ky seminar, po fatkeqësisht njerëzit nuk kanë gjetur kohë me ardhur me ndëgju. Më pas Shasivar Haxhiaj, pjesëmarrës në trajnim, ai ndau përvojën e tij duke theksuar se gjatë këtij trajnimi prodhuesit kanë mësuar përfitimet konkrete nga këto metoda. Ai theksoi se shumë kultivuesit e arrës mund të përfitojnë në shumë nga aplikimi i teknikave të reja, duke marrur rendimentën dhe cilësinë e prodhimit sipas tij. Është hera parë, domethënë, që po marr pjesë në një seminar, mirë po ka ardhur një ekspert, një profesor prej Slovakisë, i cili është edhe menaxher i një plantacioni prej 60 hektarëve në Slovaki, dhe i cili po na i sjell përvojat e tij të kultivimit, të ujitjes, tani të krahasitjes, të plehrimit. Domethënë, këto janë ndoshta 3 gjona, 3 komponentat kryesore që edhe ne duhet më kon të fokusuam shumë më shumë dhe me ditë kur o koha që duhet me bë secilën prej trijave. Kështu që është një përvojë jashtëzakonshme, është një moment që e falenderoj edhe Alushin për angazhimin që e ka bërë dhe organizimin e këtij seminari, dhe është një mundësi e mirë, ndoshta ky është fillimi që të gjithë fermerët tjerë që kultivojnë arrën, lajthin, po edhe tjerat pemë drufrutore që janë, me bë pjesë këtyre seminareve, sepse janë jashtëzakonisht të rëndësishme, se po marrim edhe përvoja, po edhe informacione të rëndësishme se si me rrit fund fundit produktivitetin, se gjithë lufta e kësaj, më thonë ashtu në fillim bëhet se si me kriju pemën mirë, me kriju një kurorë mirë po finalja është produkti. Dhe tash për produkt mendoj që ka nevojë gjatë gjithë këtyre viteve për me u përgatitur në mënyrën më profesionale të mundshme, në mënyrë që me rritani te produkti sa më i madh. Në vazhdim, profesori Vahid Avdiu u shpreh se është shumë e rëndësishme që fermerët të shohin dhe të mësojnë edhe nga përvojat e tyre të tjera në këtë kulturë. Kemi arti shumë edhe përvojat e tjerëve, ekspertëve tjerë në kultivimin e kësaj kulture mjaft të rëndësishme në ekonominë përgjithësi edhe për prodhimtarinë e pemëve në veçantë. Përndryshe, Kosovë ka fillu me u rrit interesimi i kultivimit të arrës në 10 vitet e fundit, ndoshta ky interesim është duke u rrit çdo herë më shumë, ndoshta para 10 vite kanë qenë me 10 hektar ndoshta në tërë Kosovën, tash bisedohet apo flitet për statistikat që vijnë nga Ministria e Bujqësisë, vetë fjalë për mbi 1600 hektar me arr që janë mbjellë në Kosovë. Natyrisht kjo rritje shpejt i ka dhe pasojat e veta, sepse është rrit pak edhe me eufori, domethënë atë aspektin që mbjellin marra, po nuk janë analizuar mirë edhe gjithë faktorët që ndikojnë në suksesin e kësaj kulture. Në vazhdim, profesori Vahid Avdiu u shpreh se është shumë e rëndësishme që fermerët të shohin dhe të mësojnë edhe nga përvojat e tyre të tjera në këtë kulturë.
Kështu që në këtë rast, gjithsesi farmer duhet mi pas parasysh, para se të ngritin një plantacion me pemë, në veçanti këtë rastin e arës, duhet të kenë parasysh faktorët bazë për zhvillimin dhe rritjen e suksesin e kësaj kulture. Këta faktorë janë në radhë parë faktori klimatik, që në Kosovë kemi faktorin klimatik kushtet kontinentale të klimës, në përgjithësi për shtatët të kësaj kulture, mirë po kemi edhe zonat mikroklimatike që është rrafshi, kemi zonat më të vogla klimatike që është rrafshi Dugaxhinit dhe rrafshi Kosovës, që rrafshi Dugaxhinit ka një klimë më të përshtatshme natyrisht edhe për kultivimin e arës, por edhe për kulturave tjera. Mirë po duhet të analizohet edhe faktorët mikroklimatik, zonat mikroklimatet e caktuara, sepse ara më tepër i përshtatet lartësia midetare dikon në kushtet tona, 400 deri 600 metra lartësi midetare. Nuk kërkon zonat që nuk ajrosen mirë, domethënë pellgje të ngushta ku rrin lagështia e ajrit shumë, ku ka bryma të hershme dhe të hershme vjeshtore të vëndshme pranverore, këto zona më tepër nuk i përshtaten. Mirë po, jo vetëm për shkak të qarkullimit të ajrit, po edhe për shkak të dëmet që shkaktojnë nga ngricat e vëndshme pranverore dhe ato të hershme vjeshtore. Po ashtu kërkon toka të drenazhuara mirë, duhet me pas kujdes, që toka duhet me qenë të drenazhuara mirë, ju të qëndroj ujtë ka pas kohë, domethënë ju të sepse ato ndikojnë zakonisht në përmbytjen e sistemit rrënjor dhe ngulfatjen dhe tharjen e bimëve më vonë dhe zhvillimin e shumë smundjeve të sistemit rrënjor, që ka shumë raste kur bima zhvillohet bën 5-6 vite, 7 vite dhe ndodh një rast i tillë, s'ka drenazh dhe bima mund të thahet plotësisht apo mund të dështojë. Kështu që në këto raste duhet me pas kujdes, sepse këto plantacionet e arës janë jetë gjatë, domethënë kanë një jetëgjatësi më të madhe se pemë tjera, edhe duhet me pas kujdes në përzgjedhjen edhe tokave edhe vendit ku mbjellen mikroklimat. Në përfundim, trajnimi dhe diskutimet me ekspertët treguan qartë se zhvillimi i bujqësisë, veçanërisht kultivimi i arës, ka një potencial të madh në vendin tonë. Përmes aplikimit të metodave moderne, përmirësimit të sistemit të ujitjes dhe shkëmbimit të prevojave, fermerët mund të rrisin ndjeshëm prodhimin dhe të ardhurat e tyre. Kjo e bën këtë sektor jo vetëm të qëndrueshëm, por edhe një mundësi reale për zhvillimin ekonomik dhe punësimin në të ardhmen. Domethënë jam në fazën kur ora është duke marrë atë kuroren e vet, prej këtij viti domethënë fillon me kuroren dhe po shpresojmë që prej vitit tashëm më kalu në prodhim. Domethënë më fillu më dhon frytet e para ora. Është një varietet
Qandler Thiret është turk, po realisht shumica e fermerëve në Kosovë që po merren me kultivimin e arrës, pothuajse kryesisht janë duke mbjell këtë varietet, sepse është shumë i përshtatshëm për kushtet klimatike që i kemi na në Kosovë, sidomos rajonin e Dugaxhinit, mirë po është i përshtatshëm edhe për pjesën e produktit, sepse jep më shumë produkt se sa produkte tjera. Dhe kjo është arsyeja pse kemi filluar me mbjell edhe me kultivu këtë kulturë bujqësore, dhe ona tjetër, tregu nuk është i mbuluar në Kosovë, mirë po dhe jashtë tregut Kosovës ka kërkesa shumë për orë dhe për lajthi, dhe konsiderojmë që krahas asaj që mos melon tokën djerrim, nuk mundu, dhe më thonë që nëse veç më rrimë edhe të një përfitim se jo. A donë mirë mbajtjet madhe orra, a kërkon shumë angazhim, të pas parasysh faktin që fuqia punëtore gjithnjë më vështirë të sigurohet.